Ndër të tjera në lajme do të ndiqni, huat e reja për pasuritë e palueshme ka për nivel rekord 2.83 miliard lek në nëntor 2025, ky është niveli më i lartë regjistruar ndonjëherë. Ekonomia shqiptare ka shënuar ecuri relativisht të mirë vitet e fundit, vlerësimi bëhet në një raport më të fundit. Gjatë vitit 2025, turizmi shqiptar ka shënuar një tjetër rekord historik, vendin tonë kanë vizituar mbi 12 milion turistë huaj. Thellohet liberalizimi i tregut të energjisë, nga 1 janari 2300 biznese të lidhura në tensionin 6 kV do ta blejnë energjinë në tregun e lirë. Ju përshëndes zonja dhe zotëri, do të jemi bashkë me lajmet. Huat e reja për sektorin e pasurive të paluajtshme arritën nivel rekord prej 2.83 miliard lek në nëntor 2025. Ky është edhe niveli më i lartë regjistruar historikisht, duke treguar kështu një interes të veçantë në sektorin e pasurive të paluajtshme. Sektori i pasurive të paluajtshme po shënon nivele historike financimi nga sistemi bankar. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se huat e reja për korporatat jo financiare private arritën në 23.3 miliard lek në nëntor të vitit kaluar, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë për këtë muaj. Krahasuar me nëntorin e vitit 2024, kur kredia e re ishte 15.2 miliard lek, rritja rezulton e ndjeshme, ndërsa në raport me tetorin e vitit 2025, vlera është rritur me rreth 17%. Një rol kyç në këtë zgjerim ka luajtur sektori i pasurive të paluajtshme. Huat e reja për këtë sektor arritën në 2.83 miliard lek në nëntor të vitit kaluar, nga vetëm 487.6 milion lek një vit më parë, më shumë se 5 fishim në bazë vjetore. Ky është niveli më i lartë i regjistruar historikisht për kreditimin mujor të këtij sektori. Analiza e muajit nëntor për periudhën 2016-2025 tregon se ndërkohë që huat totale për korporatat jo financiare private kanë pësuar luhatje, sektori i pasurive të paluajtshme ka treguar rritje të konsiderueshme në vitet e fundit, duke reflektuar një fokus më të madh drejt investimeve afatgjata. Edhe nëse analizojmë kredinë e re për këtë sektor për secilin muaj në 10 vitet e fundit, shohim se muaji nëntor i vitit 2025 prek vlerën e dytë më të lartë. Flukset e huave tregojnë se bankat dhe institucionet financiare janë të gatshme të mbështesin kompanitë të këtij sektori duke ofruar kredi. Ky zhvillim tregon jo vetëm akses të mirë në kapital, por edhe nevojën për menaxhimin e kujdesshëm financiar për të shmangur rreziqet e mundshme. Megjithatë, nga ana tjetër, rritja e fortë e kreditimit dhe intensifikimi i ndërtimit në vend ngren pikpyetje serioze mbi qëndrueshmërinë e këtij modeli. Pavarësisht fluksit të lartë investimeve, fuqia blerëse e qytetarëve mbetet e kufizuar, ndërsa çmimet e banesave vazhdojnë të jenë të papërballueshme për një pjesë të mirë të popullsisë. Treguesi i besimit në ndërtim u rit me 4.5%, ku ndikuan vlerësimi i bizneseve për aktivitetin dhe ai porosive aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar me rritje. Treguesi i ndjesisë ekonomike ra me 0.4 pikë në muajin dhjetor. Megjithatë, niveli aktual qëndron në rreth 6 pikë përqindje mbi mesataren historike. Rënja e këtij muaji u ndikua kryesisht nga dobësimi i treguesve në sektorët e shërbimeve dhe të industrisë. Rritje regjistroi treguesi i besimit në sektorin e ndërtimit. Treguesi i besimit të industrisë regjistroi një rënje të lehtë me 0.2 pikë përqindje në muajin dhjetor, indikuar nga pritjet në rënje për porosit nga eksportet. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për punësimin në të ardhmen kanë regjistruar rritje, ndërkohë që çmimet e produkteve do të prodhojnë në të ardhmen pritet të mbeten pothuajse të njëjta. Treguesi i besimit në ndërtim u rrit me 4.5 pikë përqindje. Në rritjen mujore ndikuan të dy komponentët si vlerësimi i bizneseve për aktivitetin ndërtues dhe ai i porosive aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar me rritje. Treguesi i besimit në shërbime ra me 2.8 pikë përqindje në muajin dhjetor, ndikuar nga vlerësimet më pak optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre dhe për nivelin aktual të kërkesës. Pritjet për nivelin e punësimit në të ardhmen janë rishikuar për poshtë, ndërkohë që janë rishikuar për lart çmimet në të ardhmen. Treguesi i besimit në tregti regjistroi një vlerë thuajse të njëjtë me atë të muajit të kaluar. Niveli qëndron rreth 9 pikë përqindje mbi mesataren historike. Vlera aktuale u ndikua nga vlerësimet në rënje të ecurisë aktuale të biznesit dhe në rritje të pritjeve për punësimin, ndërsa pritjet për ecurinë e biznesit dhe për çmimet në të ardhmen regjistruan rënje. Treguesi i besimit konsumator nuk pësoi ndryshime krahasuar me muajin e kaluar,
duke qëndruar rreth 1.5% mbi mesataren historike. Vlerësimi për situatën ekonomike në të ardhmen dhe blerjet aktuale në shuma të mëdha u rritën këtë muaj, ndërkohë në krahun tjetër, pritjet për situatën financiare dhe blerjet e mëdha ishin më pak optimiste. Pritjet për nivelin e përgjithshëm të çmimeve në të ardhmen janë rishikuar për poshtë. Të dhënat me frekuencë tremujore tregojnë se gjendja financiare dhe norma e shfrytëzimit të kapaciteteve e bizneseve u përmirësua në tremujorin e katërt. Në veçanti në sektorët e industrisë dhe ndërtimit, balanca e gjendjes financiare regjistroi rritje, ndërkohë që në dy sektorët e tjerë ky tregues u paksua. Norma e shfrytëzimit të kapaciteteve ra në sektorët e industrisë, ndërtimit dhe u rrit në sektorin e shërbimeve dhe atë të tregtisë. Rritja e pagës minimale, por i hapet dhe debatin mbi kostot e biznesit. Sipërmarrësit paralajmërojnë për një efekt zinxhir në strukturën e pagave dhe rritje të ndjeshme të kostove të prodhimit, veçanërisht në sektorët me intensitet të lartë të punës. Vendimi për rritjen e pagës minimale po ngresh shqetësimet e bizneset, të cilat paralajmërojnë për një efekt zinxhir në strukturën e kostove, edhe pse qeveria ka premtuar kompensim për punonjësit që paguhen me pagë minimale. Përfaqësues të sektorit privat thonë se ndikimi real shkon përtej kësaj mase. Pavarësisht se qeveria ka premtuar që do bëj kompensimin e shtesës për pagat minimale, për punëtorët që janë me pagë minimale, që bie që një praktike ndjekur edhe herën tjetër ku rrit paga në 40.000 lekë. Po pavarësisht kësaj ne na çrregullon komplet menaxhimin e pagave dhe sistemin e pagave, sepse në momentin që ti i jep një pagë 50.000 lekë të reja një punëtori pa eksperiencë apo që nuk je për prodhim, atëherë një punëtor i cili themi mban mi shpatë, mban mi kurriz gjithë rendimentin apo prodhimin e biznesit, normalisht që do arrisësh edhe atij. Nëse do jetë rritja me 15% për punëtorin pa eksperiencë, atëherë do jetë edhe për punëtorin me eksperiencë. Rritja e pagës minimale nuk mbetet vetëm tek punonjësit me pagë të ulët, por shtrihet në të gjithë hierarkinë e pagave, duke sjellë rritje të menjëhershme të kostove operative. Të çon në një rritje artificiale, themi për momentin, të gjithë kostove të prodhimit me 15%. Kursish dihet, sidomos në sektorin manufakturës, zëri kryesor është zëri i pagave, kështu që është një rritje e cila do çoj në një rritje të tepërt për sa i përket menaxhimit dhe normalisht kjo do i shtohet edhe kostove të tjera, të cilat duhet kemi parasysh që me lvizjen e euros, me këmbimin e euros, me atë çrregullim që na ka sjellë këmbimi i euros, janë rritur edhe shumë zëra të tjera dhe këtu mund përmend rritjen e qerave të cilat paguheshin me euro, rritjen e transportit dhe të gjitha këto çojnë në një rritje të themi vjetore në menaxhimin ton që nuk janë të ulta, po janë mbi 15-20%. Nëse këto rritje nuk shoqërohen me politika mbështetëse afatgjata, efekti mund të reflektohet te çmimet, investimet dhe punësimi, veçanërisht në sektorët prodhues. Bizneset nuk do të lejohen më të kryejnë pagesa kesh midis tyre për vlera mbi 100.000 lekë, ndërsa për transaksionet biznes individ kufiri është mbi 500.000 lekë. Rregullat e reja prekin të gjitha subjektet që deri tani kanë kryer transaksione në këtë vlera. Bizneset nuk do të kenë më të drejtë të përdorin para në dorë për transaksionet me vlera të mëdha. Ndryshimet e fundit ligjore tashmë në fuqi kufizojnë pagesat e larta kash si pjesë e masave për rritjen e formalizimit dhe gjurmueshmërisë së pagesave. Kështu sipas rregullave të reja, tatim paguesit, siç janë persona fizik, individ tregtar të vetpunësuar apo entitete, nuk mund të kryejnë mes tyre transaksione shitjeje apo blerje me para në dorë, kur vlera e transaksionit është më e madhe se 100.000 lekë. Në këto raste transaksioni duhet të realizohet përmes bankës dhe fatura të lëshohet si faturë elektronike B2B. Ndërkohë kufizimet e tjera parashikohen edhe për transaksionet mes tatim paguesve dhe individëve. Personat fizik, individët tregtar të vetpunësuarit apo entitetet nuk mund të kryejnë transaksione shitjeje ose blerje me para në dorë me individ, kur vlera e transaksionit është më e lartë se 500.000 lekë. Për këto raste, fatura do të lëshohet si faturë thjesht me të dhënat e individit, duke zgjedhur opsionin jo cash, ndërsa pagesa duhet të kryhet përmes sistemit bankar. Autoritetet sqarojnë se këto masa prekin vetëm ata që kryejnë transaksione me shuma të tilla me para në dorë, ndërsa për subjektet që nuk operojnë me këto vlera, ndryshimi ka karakter informues.
Sipas raportit më të fundit, ekonomia shqiptare ka shënuar një ecuri relativisht të mirë vitet e fundit. Sipas parashikimeve të këtij raporti, rritja ekonomike pritet të jetë mes viteve 2026 dhe 2030 me një mesatare vjetore prej 3.5%. Tabela e nivelit ekonomik botror 2026, e cila mat suksesin ekonomik të vendeve të botës, ka publikuar së fundmi edicionin e 17 të tij. Sipas raportit, ekonomia shqiptare ka shënuar një ecuri relativisht të mirë vitet e fundit, pas një rritje prej 4% në vitin 2024, rritja ekonomike në vitin 2025 pritet të moderohet në 3.7%. Megjithatë, mesatarja vjetore e rritjes gjatë periudhës 2023-2025 mbetet mbi nivelin 3% të regjistruar në vitet 2015-2019, duke sinjalizuar një përmirësim strukturor krahasuar me dekadën e kaluar. Raporti e rëndit ekonominë shqiptare në vend 114 për vitin 2025 nga 190 ekonomi të marrë në analizë. Të dhënat e World Economic League Table 2026 tregojnë se Shqipëria ka arritur të kombinojë rritjen ekonomike me stabilitet relativ të çmimeve. Inflacioni i pritshëm për vitin 2025 vlerësohet në 2.3%, një nivel i moderuar krahasuar me shumë ekonomi të tjera, të cilat janë përballur me presione të forta inflacioniste. Megjithatë, më i lartë se mesatarja 1.7% e periudhës 2015-2019, ku inflacioni ka qenë i menaxhueshëm dhe nuk ka penguar rritjen e prodhimit. Sipas parashikimeve të raportit, rritja ekonomike pritet të jetë mes viteve 2026 dhe 2030 me një mesatare vjetore prej 3.5%. Pas kësaj periudhe, rritja pritet të ngadalësohet lehtë në rreth 3.4% në vit, deri në fund të horizontit parashikues. Këto ritme janë të qëndrueshme, por jo të mjaftueshme për të përmirësuar ndjeshëm pozicionin relativ të Shqipërisë në renditjen globale. Në renditjen sipas prodhimit të brendshëm bruto total, vendi ka lëvizur nga vendi 112 në vitin 2024 në vendin e 114 në vitin 2025. Me mbylljen e vitit 2025, turizmi shqiptar shënon një tjetër rekord historik duke konfirmuar Shqipërinë si një nga destinacionet më dinamike në rajon. Sipas të dhënave zyrtare, vendin tonë vizituan mbi 12 milion turistë huaj. Viti 2025 mbyllet me një tjetër rekord për turizmin shqiptar. Shqipëria ka kapërcyer shifrën e 12 milion vizitorëve me pasaport të huaj, duke tejkaluar ndjeshëm rezultatet e një viti më parë. Ky zhvillim konfirmon jo vetëm rritjen e fluksit turistik, por edhe konsolidimin e vendit si një destinacion gjithvjetor me interes të qëndrueshëm përtej sezonit veror. Të dhënat tregojnë se Shqipëria po tërheq vizitorë gjithnjë më të larmishëm, fal ofertave në turizmin kulturor, natyror, kulinar dhe sportiv, duke mos u kufizuar më vetëm në turizmin bregdetar. Zgjerimi i hartës turistike, investimet në infrastrukturë dhe rritja e promovimit ndërkombëtar kanë ndikuar drejt për drejt në këtë performancë pozitive, duke pozicionuar Shqipërinë si një destinacion konkurrues në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët e sektorit vlerësojnë se ky trend rritjeje krijon jo vetëm më shumë të ardhura për ekonominë, por edhe presion për standarde më të larta shërbimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Ndërkohë vlen për të theksuar edhe strategjia e re kombëtare për turizmin 2025-2030, e cila vendos objektiv ambicioz për transformimin e sektorit në një shtyllë të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Kjo strategji, që do të orientojë zhvillimin e sektorit në 5 vitet e ardhshme, parashikon që të ardhurat nga turizmi të arrijnë 6.7 miliardë euro deri në fund të dekadës, nga 4.16 miliardë euro që ishin në vitin 2023. Strategjia synon rritjen me 76% të kapacitetit të shtretërve, duke arritur në mbi 477.000 shtretër. Rritja përqendrohet tek shtretërit e hoteleve në masën 28% të strukturës totale, ndërkohë që shtretërit në struktura akomoduese me qira afat shkurtër do të reduktohen në masën 6%. Nisja vitit 2026 shënon edhe dalje në tregun e liberalizuar të energjisë rreth 2300 bizneseve të lidhur në tensionin 6 kV, duke u shkëputur nga furnizuesi i shërbimit universal. Enti rregullatori i energjisë ka vënë në dispozicion edhe platformën e krahasimit të çmimeve. Nisja viti 2026 shënon dalje në tregun e liberalizuar të energjisë të rreth 2300 bizneseve të lidhur në tensionin 6 kV, duke u shkëputur nga furnizuesi i shërbimit universal. Këto subjekte kanë të drejtë të zgjedhin dhe kontraktojnë një nga 40 furnizuesit e licencuar nga enti rregullatori i energjisë në këtë aktivitet. Ndërkaq për këtë qëllim, ERE ka vënë në dispozicion dhe platformën e krahasimit të çmimeve, që mundson bizneseve të informohen dhe të krahasojnë ofertat e furnizuesve të ndryshëm. Në rast se një biznes nuk arrin të lidh kontratë me një furnizues të tregut të lirë ose humbet furnizuesin ekzistues, ekziston edhe një mekanizëm tranzitor. Klientët mund të furnizojnë për një periudhë të kufizuar kohore deri në 60 ditë
nga furnizuesi mundësisë së fundit, shërbim që aktualisht ofrohet nga OSHE Group. Ky mekanizëm synon të garantojë vazhdimsinë e furnizimit dhe të shmangë ndërprerjet në aktivitetin ekonomik. Procesi i liberalizimit është zbatuar në mënyrë graduale. Fillimisht në tregun e lirë dolën klientët e lidhur në tensionin 35 kV, më pas ata në rrjetin 20 kV, për të vijuar me konsumatorët e lidhur në 10 dhe 6 kV. Autoritetet theksojnë se konsumatorët kanë të drejtë të zgjedhin dhe të ndryshojnë furnizuesin në çdo kohë, pa penalitete si një e drejtë e garantuar me ligj. Ndërkohë, liberalizimi i tregut të energjisë konsiderohet si një nga format më të rëndësishme strukturore në sektor, me ndikim të drejtë për drejtë në mënyrën se si funksionon tregu, në barën financiare mbi shtetin dhe në marrëdhënien mes energjisë dhe aktivitetit ekonomik. Në stacionin Tirana, një nga pikat më të rëndësishme të furnizimit me energji elektrike për kryeqytetin pritet të zgjerohet dhe modernizohet. Ky projekt parashikon vendosjen e një transformatori të ri 220 kV me kapacitet 63 MVA dhe ndërtimin e seksionit të tretë 20 kV. Operatori i sistemit të transmetimit ka shpallur hapjen e garës për zgjerimin e nën stacionit elektrik Tirana 1, një nga pikat më të rëndësishme të furnizimit me energji për kryeqytetin. Fondi limiti i këtij projekti është rreth 293 milion e 645.000 lekë. Projekti parashikon vendosjen e një transformatori të ri 220 kV me kapacitet 63 MVA si dhe ndërtimin e seksionit të tretë 20 kV. Ky investim synon rritjen e sigurisë dhe kapaciteteve të furnizimit me energji elektrike për zonën e Tiranës. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, në kuadër të punimeve do të shemben disa godina ekzistuese brenda nën stacionit, të cilat aktualisht shërbejnë për magazinim dhe trajtim teknik. Në vend të tyre do të ndërtohet një godinë re 2-katëshe, ku do të vendoset seksioni i ri 20 kV, si dhe hapësira për shërbime dhe magazinim. Projekti përfshin gjithashtu ndërtimin e bazamentit të transformatorit të ri, zgjerimin e linjave elektrike 220 kV dhe realizimin e lidhjeve të reja me kablo që do të mundësojnë funksionimin normal të pajisjeve të reja. Do të ndërtohen kanale të posaçme për kalimin e kablove të energjisë dhe kontrollit, si dhe do të zhvendosen disa lidhje ekzistuese për të përshtatur konfigurimit të ri të nën stacionit. Një pjesë e rëndësishme e projektit është edhe modernizimi i sistemit të komandimit dhe monitorimit. Pajisjet e reja do të integrohen në sistemin SCADA, i cili lejon kontrollin dhe monitorimin në kohë reale të nën stacionit. Punimet përfshin edhe ndërtimin e rrugëve të brendshme të aksesit brenda nën stacionit për të lehtësuar lëvizjen e mjeteve dhe transportin e pajisjeve të rënda gjatë mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve teknike. Sipas dokumentit, operatori i sistemit të transmetimit synon të përmirësojë qëndrueshmërinë dhe sigurinë e rrjetit elektrik në zonën e Tiranës, duke garantuar furnizim më të sigurt për konsumatorët. Ndërtimi i një segmenti të ri synon lehtësimin e trafikut që krijohet në hyrje-daljet e autostradës Tirana-Elbasan. Për këtë qëllim, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë gati 2 tendera me fond limit 5.84 miliard lekë. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë gati 2 tender për ndërtimin e rrugës lidhëse Tiranë-Elbasan me korridorin 8. Projekti synon ndërtimin e një segmenti që nis pa mbërritur dhe rreth rrotullimi brenda sheshit dhe përfundon në afërsi të ish metalurgjikut, duke bërë lidhje në autostradës me korridorin 8. Ky segment i ri synon lehtësimin e trafikut që krijohet në hyrje-daljet e autostradës Tiranë-Elbasan, një segment të problematik. Ndërkaq, sipas të dhënave të publikuara pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, ndërtimi do ndahet në 2 kontrata. Kontrata për lotin 1 do ketë një fond limit prej 3.34 miliard lekë, ndërsa për lotin 2 2.5 miliard lekë, me një total prej 5.84 miliard lekë. Më herët, autoritetet kanë deklaruar se synimi është që ky segment të jetë gati për qarkullimin e automjeteve verën e këtij viti. Ky është një segment i ndryshëm nga bypassi i Elbasanit, që është një aks i rëndësishëm në drejtim të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, pasi lidh 2 arterjet e korridorit 8 që aktualisht janë në ndërtim. Autoritetet e ndajnë në 3 faza realizimin e këtij projekti, fazën nga Elbasani deri në daljen e re kufitare në urën e Bushtricës, bypassi i Elbasanit që është faza e 2 dhe faza e 3 nga Elbasani në drejtim të Rrogozhinës. Kosto për ndërtimin e bypassit të Elbasanit përllogaritet në 22.3 miliard lekë. Sipas të dhënave të barometrit të Ballkanit, Shqipëria rezulton vendi më optimist në Ballkanin perëndimor sa i takon anëtarësimit në Bashkimin Evropian, me 43% të qytetarëve që besojnë se vendi do të bëhet pjesë e Unionit në vitin 2030. Në kontrast, vende si Bosnia dhe Hercegovina, Serbia dhe Maqedonia e Veriut shfaqin nivele më të larta skepticizmi.
Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një nga synimet më madhore për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Aktualisht pothuajse të gjitha shtetet e rajonit po përpiqen të bëjnë hapa përpara në procesin e integrimit, përmes hapjes së negociatave dhe mbylljes së kapitujve të kërkuar nga Brukseli. Në këtë kuadër, Ballkan Barometer ka publikuar të dhëna nga anketa e tij më e fundit, e cila pasqyron perceptimin e qytetarëve mbi kohën kur ata mendojnë se vendi i tyre do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Sipas anketës, 43% e shqiptarëve e shohin Shqipërinë si pjesë të Bashkimit Evropian në vitin 2030, përqindja më e lartë në të gjithë rajonin. Ndërkohë 27% e të anketuarve mendojnë se antarësimi do të ndodhë në vitin 2035. Shumë e ulët paraqitet përqindja atyre që e shohin këtë proces të realizueshëm para dhe pas vitit 2040, respektivisht 11% rreth vitit 2040 dhe 8% më vonë. Nga ana tjetër, 8% e qytetarëve shqiptarë nuk e besojnë se Shqipëria do të bëhet ndonjëherë pjesë e Bashkimit Evropian. Por si paraqitet perceptimi në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, në shumicën e shteteve të rajonit, antarësimi në vitin 2030 nuk shihet si një skenar i mundshëm nga shumica e qytetarëve. Malizi dhe Kosova renditen pas Shqipërisë për sa i përket optimizmit, me nga 39% të anketuarve që besojnë në antarësimin brenda kësaj dekade. Në anën tjetër të spektrit qëndron Bosnia-Hercegovina, ku vetëm 9% e qytetarëve shohin të mundur hyrjen e vendit në familjen evropiane, përqindja më e ulët në rajon. Ndërkohë Serbia rezulton të jetë shteti me përqindjen më të lartë të qytetarëve që mendojnë se vendi i tyre nuk do të antarësohet kurrë në Bashkimin Evropian. Në të njëjtën linjë qëndron edhe Maqedonia e Veriut dhe Bosnia-Hercegovina, ku përkatësisht 25% dhe 20% e të anketuarve shprehen skeptik për të ardhmen europiane të vendeve të tyre. Presidentja në detyrë e Venezuelës ka ofruar bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në një agjendë të fokusuar në zhvillim të përbashkët. Rodriguez, e cila shërben edhe si ministre e naftës, është konsideruar prej kohësh antarja më pragmatike e rrethit të ngushtë të Maduros. Dentro de la Constitución. Presidentja në detyrë e Venezuelës ofroi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në një agjendë të fokusuar në zhvillim të përbashkët, duke përdorur një ton pajtues për herë të parë që kur forcat amerikane kapën presidentin e vendit, Nicolás Maduro. Në një deklaratë të postuar në media sociale, presidenti në detyrë Rodriguez tha se qeveria e saj po jepte përparësi një lëvizje drejt marrëdhënieve të respektueshme me Shtetet e Bashkuara, pasi më parë kishte kritikuar bastisjen e së shtunës si një grabitje të palishme të burimeve kombëtare të vendit. Ne ftojmë qeverinë amerikane të bashkëpunojë me ne në një agjendë të orientuar drejt zhvillimit të përbashkët brenda kuadrit të së drejtës ndërkombëtare për të forcuar bashkëtesën e qëndrueshme të komunitetit, tha Rodriguez. Presidenti Donald Trump, Popojtan dhe rajoni ynë meritojnë paqe dhe dialog, jo luftë, shtoi ajo. Rodriguez, e cila shërben edhe si ministre e naftës, është konsideruar prej kohësh anatarja më pragmatike e rrethit të ngushtë të Maduros. Trump u tha gazetarëve të dielën se mund të urdhërojë një tjetër sulm nëse Venezuela nuk bashkëpunon me përpjekjet e SBA-s për të hapur industrinë e saj të naftës dhe për të ndaluar trafikun në drogës. Komentet e Trump erdhën në prag të paraqitjes së planifikuar të Maduros të hënën para një gjykatësi federal në New York. Maduro u arrestua gjatë një bastisje ushtarake amerikane të shtunën në Caracas, e cila shkaktoi shitësim ndërkombëtar dhe zhyti Venezuelën në pasiguri. Zyrtarët e administratës Trump e kanë portretizuar arrestimin si një veprim të zbatimit të ligjit për të mbajtur Maduron përgjegjës për akuzat penale të ngritura në vitin 2020, që akuzojnë atë për komplot narkoterrorizëm. Maduro, 63 vjeç, përballet me akuza që e akuzojnë atë për ofrimin e mbështetjes për grupe të mëdha të trafikimit të drogës, të tilla si karteli Sinaloa dhe banda Tren de Aragua. Prodhimi i naftës bruto në Venezuelë pritet të rritet, duke shtuar furnizimi global dhe ndikuar në çmimet në periudhë afatgjatë, thonë analistët. Antari OPEC mban rreth 17% të rezervave globale të naftës, ose 303 miliard fuqi. Prodhimi i naftës bruto në Venezuelë pritet të rritet, duke shtuar furnizimin global dhe ndikuar në çmimet në periudhë afatgjatë, thonë analistët. Forcat amerikane kapën presidentin venezuelan Nicolás Maduro në Caracas gjatë fundjavës dhe presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni do të merrte kontrollin e kombit prodhues të naftës dhe se embargoja për të gjithë naftën venezuelane mbetet në fuqi. Antari i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC mban rreth 17% të rezervave globale, ose 303
miliard fuqi përpara liderit të OPEC-ut Arabisë Saudite. Venezuela prodhonte deri në 3.5 milion fuqi në ditë naftë të papërpunuar në vitet 1970, që në atë kohë përfaqësonte mbi 7% të prodhimit global. Prodhimi ra në 2 milion fuqi në ditë gjatë viteve 2010 dhe mesatarisht arriti në rreth 1.1 milion fuqi në ditë vitin e kaluar, ose vetëm 1% të prodhimit global. Analistët e JP Morgan thanë në një shënim se me një tranzicion politik, Venezuela mund të arriste prodhimin e naftës në 1.3 deri 1.4 milion fuqi në ditë brenda 2 viteve dhe potencialisht arri në 2.5 milion fuqi në ditë gjatë dekadës së ardhshme, nga rreth 800.000 fuqi në ditë që është aktualisht. Analistët e Goldman Sachs thanë se çdo rimëkëmbje e prodhimit mund të jetë graduale dhe të kërkojë investime të konsiderueshme. Ata vlerësuan një rënje prej $4 për fuqi në çmimet e naftës në vitin 2030, në një skenar ku prodhimi i naftës së papërpunuar në Venezuelë rritet në 2 milion fuqi në ditë. Në periudha fatshkurtër, perspektiva e prodhimit të naftës në Venezuelë këtë vit do të varet nga mënyra se si do të evoluojë politika e sanksioneve amerikane, thanë analistët e Goldman. Parashikimet për çmimin e naftës për vitin 2026 mbeten të pandryshuara, me mesataren e Brent në $56 dhe atë të Teksasit perëndimor në $52 për fuqi, ndërsa prodhimi i naftës në Venezuelë për vitin 2026 parashikohet të mbetet i pandryshuar në rreth 900.000 fuqi në ditë. Në 27 vende europiane, përfshi vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, gratë marrin pensione dukshëm më të ulta se burrat. Mesatarisht, ardhurat e pensioneve të grave 22% më të ulta se ato të burrave. Hendeku gjinor në paga është një fenomen i vëzhguar mirë në të gjithë Evropën. Në Bashkimin Evropian, gratë fitonin 12% më pak se burrat në vitin 2023, sipas Eurostat, që do të thotë se gratë fitonin vetëm 88 euro për çdo 100 euro të fituara nga burrat. Hendeku është edhe më i gjerë kur bëhet fjalë për pensionet. Në 27 vende evropiane, përfshirë vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, gratë marrin pensione dukshëm më të ulta se burrat. Mesatarisht, ardhurat e pensioneve të grave janë 22% më të ulta se ato të burrave. Në disa ekonomi të rëndësishme, hendeku tek kalon 35% sipas OECD-s. Në vitin 2024, hendeku gjinor në pensione varionte nga rreth 6% në Estoni në 37% në Mbretërinë e Bashkuar. Mesatarja e OECD-s është 23% dhe mesatarja evropiane për 27 vendet në listë është 22%. Kjo do të thotë se mesatarisht në të gjithë Evropën gratë marrin vetëm 78 euro në të ardhura pensione, ndërsa burrat marrin 100 euro. Hendeku gjinor në pensione është mbi 30% në disa vende. Përveç Mbretërisë së Bashkuar, këto përfshinin Hollandën, Austrinë, Luksemburgun, Belgjikën, Zvicrën dhe Irlandën. Ndryshimet midis vendeve pasqyrojnë variacionet në modele stereotipike gjinore të punës së kujdesit dhe përgjegjësive shtëpiake. Shtetet konservatore të mirëqenies sociale si Gjermania kombinojnë norma të larta të punës me kohë të pjesshme për femrat, ndërprerje të gjata të karrierës dhe taksimin e përbashkët të familjeve, të cilat të gjitha e zmadhojnë këtë hendek. Në të kundërt, vendet nordike dhe disa vende të Evropës qendrore dhe lindore kanë tendencë të shfaqin hendekje shumë të vogla gjinore në pensione. Në këto vende, historitë të punësimit me kohë të plotë të grave kanë tendencë të ngjajnë më shumë ato të burrave. Kujdesi për fëmijët është gjërësisht i disponueshëm dhe sistemet e pensioneve përfshin më shumë elementë rishpërndarës ose kredite për vitet e kujdesit. Midis 27 vendeve, hendeku gjinor i pensioneve u rrit me 2 pikë përqindje vetëm në 3 prej këtyre: Austri, Estoni dhe Belgjik. Në të gjitha vendet e tjera, hendeku ul, megjithëse ndryshimi ishte shumë i vogël në disa raste. Tregjet globale të aksioneve shpërfillin rritjen e inflacionit nxitur pjesërisht nga bumi i investimeve në teknologji. Kështu për vitin 2026, valet e estimeve qeveritar në SBA, Europë dhe Japoni si dhe bumi i inteligjencës artificiale pritet të nxisin rritjen globale. Tregjet globale të aksioneve të cilat janë të mbushura me oforinë e inteligjencës artificiale në fillim të vitit 2026 mund të jenë duke shpërfillur një nga kërcënimet më të mëdha që mund të prish festën, një rritje të inflacionit të nxitur pjesërisht nga bumi i investimeve në teknologji. Indekset e aksioneve amerikane, ku 7 grupe teknologjike kontribuan gjysmën e të gjitha fitimeve të tregut këtë vit, shënuan fitime dyshifrore në 2025 duke arritur nivele rekord, ndërsa entuziazmi rreth inteligjencës artificiale dhe lehtësimi monetar nxitën
Njësën gjithashtu europianët dhe aksionet aziatike të regjistrojnë nivele maksimale. Pritjet për ulje të mëtejshme të normave të interesit kanë mbështetur edhe obligacionet duke u dhënë investitorëve të thesarit të Shteteve të Bashkuara performancën më të mirë vjetore për 5 vite, ndërsa inflacioni u tërhoq, megjithëse mbetet mbi objektivin mesatar prej 2% të rezervës federale. Për vitin 2026, valet e stimujve qeveritar në Shtetet e Bashkuara, Europë dhe Japoni, si dhe bumi i inteligjencës artificiale, pritin të nxisin rritjen globale. Kjo i ka bërë menaxherët e parave të përgatiten për përshpejtimin e inflacionit, duke i shtyrë bankat qendrore të përfundojnë ciklet e tyre të uljes së normave të interesit dhe duke i dhënë fund rrjedhës së lehtë të parave në tregjet e fiksuara pas inteligjencës artificiale. Ndërtimi i qendrave të reja të dhënave ishte gjithashtu një forcë inflacioniste, thanë analistët, për shkak të ritmit me të cilën këto projekte po konsumojnë energji dhe çipa të përparuar. Sipas tyre, inflacioni i çmimeve të konsumit në Shtetet e Bashkuara do të qëndronte mbi objektivin prej 2% të rezervës federale deri në fund të vitit 2027, pjesërisht për shkak të investimeve të mëdha të korporatave në inteligjencën artificiale. Tregjet kanë treguar tashmë shenja të hershme nervozizmi rreth rritjes së kostove dhe shpenzimeve të tepërta të mundshme për inteligjencën artificiale. Deutsche Bank pret që shpenzimet kapitale për qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale të arrijnë deri në $4 trilion në vitin 2030 dhe zbatimi i shpejtë i këtyre projekteve mund të shkaktojë bllokime të furnizimit me çipa dhe energji elektrike, të cilat i bëjnë kostot e investimit të rriten në mënyrë spirale, thanë analistët e bankës. Për shkak të stimujve tatimor, 95.9% të gjitha makinave të reja të regjistruara në Norvegji në vitin 2025 ishin elektrike. Ndërkohë që disa stimuj për automjetet elektrike janë tërhequr, qeveria ka shtuar vazhdimisht tarifa për makinat me benzinë dhe naftë dhe për t'i bërë ato më të shtrenjta. Sipas shifrave zyrtare, pothuajse të gjitha makinat e reja të regjistruara në Norvegji vitin e kaluar ishin plotësisht elektrike. Vendi skandinav po konsolidon përsinë e tij globale në heqjen graduale të automjeteve me benzinë dhe naftë. Kalimi i shpejtë i prodhuesit të naftës norvegjis drejt automjeteve me bateri është në kontrast me pjesën tjetër të Europës, kur kërkesa ulët për automjete elektrike e shtyu Bashkimin Evropian muajin e kaluar të anulojë një ndalim të planifikuar për makinat me motor me djegje të brendshme deri në vitin 2035. Për shkak të stimujve tatimor, 95.9% të gjitha makinave të reja të regjistruara në Norvegji në vitin 2025 ishin elektrike, me shifrën që qëndronte në pothuajse 98% në dhjetor. Norma vjetore u rrit nga 88.9% në vitin 2024 sipas të dhënave nga Federata Norvegjeze e Rrugëve. Një numër rekord për 179.549 makinash të reja u regjistruan në Norvegji gjatë vitit, një rritje prej 40% nga viti 2024. Tesla ishte marka më e shitur e makinave në Norvegji për të 5 vite radhazi, me një pjesë tregu prej 19.1%, e ndjekur nga Volkswagen me 13.3% të regjistrimeve dhe Volvo me 7.8%. Makinat e prodhuara në Kinë zinin një pjesë të tregut prej 13.7%, nga 10.4% një vit më parë, të udhëhequra nga BYD. Ndërkohë që disa stimujt për automjetet elektrike janë tërhequr, qeveria ka shtuar vazhdimisht tarifat për makinat me benzinë dhe naftë për t'i bërë ato më të shtrenjta. Makinat e pakta me karburant fosil të regjistruara në vitin 2025 ishin kryesisht automjete të specializuara, të tilla si automjete të aksesueshme për karrige me rrota ose ato të përdorura nga policia dhe ekipet e tjera të ndihmës së shpejtë së bashku me disa modele hibride dhe makina sportive. Automjetet elektrike që kushtojnë më pak se 300.000 krona norvegjeze ose $29.831 do të vazhdojnë të përjashtohen nga TVSH-ja në vitin 2026 në një nxitje të mundshme për makinat e vogla. Britania përjetoi vitin e saj më të nxehtë dhe me diell të regjistruar ndonjëherë në 2025, ku temperatura mesatare vjetore ishte 10.09 gradë Celsius. Të dhënat të përputhen me trendet globale dhe Organizata Botërore Meteorologjike ka deklaruar se 10 vitet e fundit kanë qenë më të ngrohtat që nga fillimi i regjistrimeve. Britania përjetoi vitin e saj më të nxehtë dhe me diell të regjistruar ndonjëherë në 2025, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të vitit 2022, ndërsa sistemet e vazhdueshme të presionit të lartë dhe detet e jashtëzakonisht të ngrohta arritën temperaturat. Zyra meteorologjike tha se temperatura mesatare vjetore ishte 10.09 gradë Celsius, duke tejkaluar mesataren e vitit 2022 për 10.03 gradë Celsius dhe duke shënuar vetëm vitin e dytë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1884
2024 që temperatura mesatare vjetore ka tejkaluar 10 gradë Celsius. Leximi gjithashtu i vendosi 4 nga 5 vitet e fundit në 5 vitet më të ngrohta që nga viti 1884, një tregues se sa shpejt po ndryshon klima, tha zyra meteorologjike muajin e kaluar, kur sinjalizoi për herë të parë mundësinë e një rekordi të ri. Edhe pse kjo nuk do të thotë se çdo vit do të jetë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë, është e qartë nga vëzhgimet tona të motit dhe modelet klimatike se ngroja globale shkaktuar nga njeriu po ndikon në klimën e Mbretërisë së Bashkuar, deklaroi zyra meteorologjike. Të gjitha 10 vitet më të ngrohta kanë ndodhur në 2 dekadat e fundit dhe që nga fillimi i shekullit të 21, një rekord është vendosur për temperaturën mesatare vjetore në Mbretërinë e Bashkuar 6 herë. Të dhënat përputhen me trendet globale, me Organizatën Botërore Meteorologjike që thot në vitin 2025 se 10 vitet e fundit kanë qenë më të ngrohta që nga fillimi i regjistrimeve. Shërbimi i ndryshimeve klimatike Copernicus i Bashkimit Evropian ka parashikuar që 2025 do të jetë viti i dytë ose i tretë më i ngrohtë në botë i regjistruar ndonjëherë në të dhënat moderne, pasi moti ekstrem vazhdoi të godiste rajone anë mban globit vitin e kaluar. Globalisht viti 2024 ishte më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, si dhe më i ngrohtë për Europën, kontinentin që po ngrohet më shpejt në planet. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet scan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë mirë takofshi.